Shqipëria është bërë zyrtarisht anëtare e Bordit të Paqes, një organizatë ndërkombëtare iniciuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Lajmi u bë i ditur në faqen zyrtare të kësaj organizate ndërkombëtare, publikuar në rrjetet sociale. Bordi i Paqes thekson se mirëpret Shqipërinë si anëtare themeluese të organizatës ndërkombëtare. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka postuar në rrjetin social X deklaratën e Bordit të Paqes. Vendimi për të bërë pjesë e kartës së Bordit të Paqes u miratua në Kuvendin e Shqipërisë datën 22 janar të këtij viti me 110 vota nga deputetët e mazhorancës dhe opozitës. Shqipëria është tashmë angazhuar në mbrojtjen e vlerave themelore të demokracisë, respektimit të drejtave të njeriut si dhe ruajtjes së integritetit territorial, duke dhënë një kontribut domethënës në promovimin e paqes si dhe formimin e stabilitetit, si në rajone ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Kryeministri shqiptar Edi Rama theksoi se ratifikimi i kësaj marrëveshjeje përfaqëson një akt vullnetar të mirë dhe një përgjegjësi të natyrshme të Shqipërisë për të kontribuar për paqen sa herë që jepet mundësia. Kreu i qeverisë shqiptare nënvizoi po ashtu se ftesa personale nga presidenti amerikan për anëtarësimin e Shqipërisë si vend themelues në Bordin e Paqes përbën një nder të veçantë dhe një dëshmi të vlerësimit ndërkombëtar për rolin e vendit tonë.